Kryetar, ai fort. Si kaluat. Profesor. Deputet, si kam. Mirë. Si kaloni? Banas, si je? Si kaloni? Qa thot rinia, që këto vajza ka që mira? Mirini, si shkoni? Sone në qika po jo? Hadi, se është vapë. Është ujë të ftohtë apo Jo, s'ka problem. Si kaluat? Si je profesor? Deputet, si kam. Si kaloni? Banas, si je? Pozdrav na site! Ndaj është kënaqësi që ne kemi në listën fituese në qarkun e Koçës, Vasil Sterovskin, një intelektual i ri, djalë i shkëlqyer i komunitetit Maqedonas, dhe ne nuk synojmë përmes aleance të shkrim të forcë politike që ju ka përfaqësuar dhe që ju përfaqëson juve, por synojmë të garantojmë përfaqësimin e saj në mënyrë që ajo të mos mbetet e pa përfaqësuar për shkak të politikës përjashtuese të dy ish partive të mëdha që drejtohen nga dy njerëz të vegjël, të cilët nuk kanë shqetësim si të ketë zgjedhje të lira, të ndershme, të barabarta dhe demokratike në Shqipëri, po se si të bëjnë manovra kundër zgjedhjeve dhe të përjashtojnë forcat e tjera politike. Prandaj, LSI garanton përfaqësimin e komunitetit Maqedonas në kuvendin e ardhshëm, në qeverinë e ardhshme, në qeverinë rajonale këtu në Korçë, dhe ekosisht dua t'ju siguroj që do të kemi përfaqësues të komunitetit tuaj edhe në presidencë që të kujdeset për gjitha problemet e komunitetit tuaj. Lëvizja socialiste për integrim ka vetëm 3 tabu që nuk preken. E para është stabiliteti i Shqipërisë. Kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. E dyta janë marrëdhëniet me fqinjën. Sepse çdo acarim i marrëdhënieve me fqinjën cënon drejt për drejt edhe stabilitetin e Shqipërisë. Dhe e treta është integrimi evropian i Shqipërisë. Dhe të dyja prioritetet e para, edhe stabiliteti i Shqipërisë, edhe marrëdhëniet e ngushta dhe vllazërore me fqinjët e ndihmojnë procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe janë një kusht i domosdoshëm. Ju keni parë lloj delirantësh, i shpallin luftë Maqedonisë, pastaj shpallin luftë Greqisë, pastaj fillojnë ngatrojnë dynjan në Kosovë e kudo tjetër. Të gjitha këto për një protagonizëm diletant, të gjitha këto për të shmangur vëmendjen nga pafësia për të drejtuar Shqipërinë dhe për të dhënë përgjigje për problemet ekonomike të Shqipërisë, për varfërinë, për problemet e taksave të larta që e kanë shtrënguar biznesin dhe e kanë çuar drejt falimentimit, për mosapjen e vendeve të reja të punës, për mbushjen e Shqipërisë me drogë, aq sa u bën vendi i dytë në botë për prodhimin e kanabisit, për mbushjen e parlamentit dhe të bashkive me persona me rekorde kriminale, e kështu me radhë. Ne nuk do të lejojmë më që lojra të tilla, afatshkurtra dhe aventureske të provokojnë marrëdhëniet me fqinjën, me Maqedoninë, me Greqinë, me Malezi, me Kosovën edhe me cilin do tjetër. Ne nuk durim në punët e brendshme të Maqedonisë, dhe as nuk duam që ata të ndryhin në punët e brendshme të Shqipërisë, por edhe ata edhe ne kemi detyrim të aplikojmë standardet më të larta europiane për gjithë qytetarët që jetojnë këtu apo atje, pavarësisht nga përgjegjësia etnike. Larg çdo lloj
tendence diskriminuese. Unë do t'ja fjallën që do t'jem gjatë 5 viteve të ardhshme, çdo muaj këtu në Pustet, ja kam thënë të Montenegros, e do të punoj me të gjithë, pa dallim partish, me gjithë deputetët e qarkut të Korçës, me gjithë përfaqësues të institucioneve, që të zgjidhin probleme të rëndësishme që ju keni këtu, që nga shkollimi dhe kushtet për edukimin e fëmijëve tuaj, që nga problemet e teksteve që është një problem serioz që ju e keni, që nga nxitja dhe promovimi i ruajtjes së traditave tuaja më të mira edhe folklorike, që nga problemet e bujqësisë, nga promovimi i turizmit në këtë zonë që duhet kthehet në një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin dhe mirëqenien e kësaj zone, nga bërja projektet përbashkëta edhe me palën maqedonase, projektet ndërkufitare, apo qoftë edhe projektet trilaterale me gjithë Greqinë për zhvillimin e gjithë rajonit të Preshkës, sepse prioriteti ynë do t'jetë mirëqenia e komunitetit të Pustetsit, do t'jetë paqja sociale këtu dhe do t'jetë integrimi juaj i plot në gjithë jetën institucionale, ekonomike dhe shoqërore të Shqipërisë. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, јас ја прифатив ова трка да се кандидирам за пратеник како кандидат на Македонска алијанса за европска интеграција на листата на Социјалистичко движење за интеграција, бидејќи сметам дека ова е единствен пат да ние македонците се интегрираме ако имаме наш представник македонец кој ќе се бори за нашите права во албанското собрание. Ова е еден историски договор помеѓу Македонска алијанса и Социјалистичко движење за интеграција. Велам историски договор, затоа што не само ние што ќе имаме пратеник македонец во албанското собрание, ние ќе ги развиеме областите каде што економски ќе ги развиеме областите каде што живеат македонците во Албанија и македонците ќе бидат интегрирани во сите албански институции. Дојдено е времето да ние македонците сме обединети и си имаме свој представник македонец во албанското собрание. И утре, на 26 јуни, кога јас ќе бидам пратеник во албанското собрание, сите вие ќе се гордеете дека со својот глас, со својот придонес, сте дале придонес да имаме прв пат македонец во албанското собрание. Немојте да подлегнувате на ниту еден притисок, на ниту едно заплашување и на лажни ветувања. Масовно поддржете нашата коалиција со Социјалистичко движење за интеграција, бидејќи е една коалиција која е и иднината на македонците во Албанија. Ви благодарам на сите на 25 јуни, гласате за бројот 1 за Социјалистичко движење за интеграција. Ви благодарам. Ете еден голем македонец присутен за унапредување и интеграција на правата на македонците во Албанија и на другите малцински етнички во Албанија. Mirëdita, zoti president, mi se keni ardhur në komunitetin Maqedonës, unë i përkas komunitetit vllak, të vyer, të pashlyer për kombin shqiptar, për shtetin shqiptar, për të gjithë rajonin e Ballkanit. I kundër në aleancën e saj, duke dalë si një garantues për të drejtat e minoriteteve, për përfaqësimin etnik. Zëri i liderit të saj, i Ilir Metës, është zëri i paqes, zëri i unitetit, zëri i bashkimit.
Shqipërisë.